Vëllezër të dashur, falënderimi I takon Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Salavatet, përshëndetjet dhe selamat janë për krijesën më të dashur dhe të zgjedhur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu xhalla shanuhu e dërgoi që njerëzve t'ua tregon rrugën e lumturisë, që njerëzve t'ua tregon jetën e cila ju siguron mirëqenie, ngëzim, lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Sepse vëllezër të dashur, me siguri, ky është synimi kryesor I njeriut në këtë botë. Të jeton një jetë të lumtur në këtë botë dhe të gëzohet me kënaqësitë dhe begatitë e xhenetit në ahiret. Pra vëllezër të dashur, nëse ne e bëjmë një analizë dhe kontaktojmë shumë njerëz dhe e bëjmë një anketë, duke I pyetur cili është qëllimi jot në jetën tonë, shumica për tyre përgjigja e tyre të ishte se ne shpresojmë për një jetë të mirë, shpresojmë për një lumturi të vërtet në këtë botë. Por asu vallë ato e din rrugën e vërtetë të lumturisë. Asu vallë ata e kanë gjetur rrugën e cila I çon drejt lumturisë në këtë botë. Me siguri se ndokush mendon se lumturia e vërtetë është grumullimi I pasurisë në këtë botë. Me siguri ka njerëz që mendojnë se lumturia e vërtetë në këtë botë është të kënaqesh me mirësitë e saj pa kufi dhe pa përkufizime. Me siguri për tyre ka njerëz që mendojnë se lumturia e vërtetë është që në mënyrë shtazarake ti kënaqe efshet e vet dhe pasionet e tij. Sigurisht se kjo nuk është rruga e vërtetë. Sigurisht se kjo nuk është lumturia e vërtetë. Për këtë shkak, ne si besimtar shumë lehtë kemi ta kuptojmë se ku gjendet apo ku është rruga e vërtetë. Shumë lehtë kemi ta kuptojmë se cila është rruga e vërtetë e lumturisë në këtë botë. Se këtë gjë ne e ka tregu krijuesi jon, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu, I cili me këtë qëllim e ka shpallur librin e vet Kur'anin dhe e ka shpallur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njerëzve t'ua tregon, që njerëzve t'ua bën të qartë rrugën e lumturisë, rrugën e cila u garanton jetën e këndshme dhe kënaqjen e begatitë e përhershme në këtë botë dhe në botën e amshueshme në ahiret. Vëllezër të dashur, ka njerëz të cilët duke e parashtruar pyetjen se ku është rruga e lumturisë, këtë pyetje e kanë parashtruar disa llojeve të njerëzve. Disa prej tyre thënë, të pyesni ata që janë robër të mirë, njerëzit të dalluar me adhurimin e tyre. Ata me siguri e kanë shijuar lumturinë dhe e dinë se ku është jeta e lumtur. Disa prej tyre thënë, të pyesim ata që të janë penduar, dhe të cilët e kanë praktikosur rrugën e efsheve, dhe të cilët janë kthyer Allahu xhalla shanuhu. Ata me siguri ala më mirë dinë se ku është rruga e lumturisë, sepse ata I kanë provuar, domethënë I kanë shijuar edhe bukuritë e kalueshme në këtë botë, dhe sigurisht se e kanë shijuar edhe kënaqësinë e adhurimit dhe ibadetit në këtë botë. Pra, sigurisht edhe nëse atyre ja parashtrojmë pyetjen se ku është lumturia dhe e vërtetë, do të na japin përgjigje të dobishme. Disa prej tyre thonë se nëse analizojmë jetën e njerëzve dhe mbledhim sa më tepër informata, do të shohim se shumica e njerëzve do të na japin përgjigje të ngjashme se ku është lumturia e vërtetë. Pra edhe kjo çon ka një rrugë se si ta kuptojmë dhe të grumullojmë informata për rrugën e lumturisë, rrugën e cila na siguron jetën e këndshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Disa prej tyre thotë, çdo njeri le ta pyet vetveten, sepse ne si njerëz jetojmë mes dy skajeve, dikush ndonjëherë është më afër Allahut, e dikush në raste të shumta është më larg Allahut. Domethënë ai ka shijuar edhe kënaqësinë e adhurimit, gjithashtu edhe ka shijuar idhësinë e mëkatit. Pra ai vetë e din se kur ka qenë më I lumtur. A ka qenë më I lumtur kur ka qenë më afër shejtanit, duke shijuar idhësinë e mëkatit, idhësinë e kënaqësisë të shkurt dhe që kalon shpejt, dhe ose atëherë kur ka qenë më afër Allahu xhaleshanuhu, kur është kënaq me adhurimin e tij dhe kur është kënaq me atë të cilën Allahu xhaleshanuhu ja ka përgatitur nga jeta e mirë në këtë botë për besimtarët që besojnë në Allahun dhe bëjnë punë të mira. Sigurisht se ndoshta përgjigje të saktë për lumturinë do të na japin njerëzit të cilët kanë jetuar në errësirën e mosbesimit,
që kanë qenë mosbesimtar dhe të cilët Allahu xhaleshanuhu i ka udhëzuar, të cilët Allahu xhaleshanuhu ka treguar rrugën e vërtet dhe ata më së miri dinë se si ta shpjegojnë se ku ka qenë lumturia e vërtet. A ka qenë lumturia e vërtet në mosbesimin e tyre, në largësinë te Allahu xhaleshanuhu, në kufrin apo në islam të cilin Allahu xhaleshanuhu ka dhënë. Ne si besimtar i marrim parasysh gjithë këta. E marrim parasysh robin e mirë të Allahu xhaleshanuhu, i cili sigurisht se e ka shijuar lumturinë në këtë botë. E marrim parasysh e gjendjen e njerëzve, sepse shumica e njerëzve, edhe pse janë larg Allahu xhaleshanuhu, nëse i pyet sinqerisht, e din se ku është kënaqësia më e mirë. Kënaqësia që ata e përjetojnë duke bërë mëkate, është kënaqësi afat shkurt. Është kënaqësi që kalon shpejt dhe që pas vetë lën një gjurmë e cila është e dhimbshme, një problem edhe të vetën dhe problem me shoqërinë në cilën jeton. Pra ne si musliman i marrim parasysh gjithë këto përvoja, gjithë këto gjëra që njeriu i ka përjetuar, por megjithatë burimin kryesor që na tregon se ku është lumturia e vërtet, ku është drejtësia e vërtet dhe ku është kënaqësia e vërtet, e kemi lidhjen e Allahut xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu, i cili shumë qartë na e përgjigje për këtë pyetje. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Nahl në ajetin 97 thotë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kush bën punë të mira prej burrave dhe prej grave, duke qenë besimtar, atij do t'i japim mundësi që të jetojë një jetë të mirë. Domethënë këtu që nga ai sekreti i jetës së mirë dhe të lumtur në këtë botë, të besosh në Allahun xhaleshanuhu dhe të bësh punë të mira. Pastaj Allahu xhaleshanuhu thotë: "Dhe të mirë falanajziyannahum ajrahum", dhe do t'i shpërblejmë. Domethënë kjo jetë nuk është afat shkurtë, nuk është kalueshme. I madh në ahiret, shpërblimi i cili është më i mirë se sa ajo të cilën e ka bërë ata në këtë botë. Domethënë Allahu xhaleshanuhu duke e treguar mirësinë e vet dhe duke e vërtetuar premtimin se për çdo punë të mirë do të shpërblejë 10 fish, se ato në ahiret do të kenë shpërblim, do të kenë shpërblim i cili është më i mirë, i cili është më i këndshëm se sa kënaqësia e adhurimit që e kanë shijuar në këtë botë. Domethënë shumë më i mirë është shpërblimi në ahiret dhe shumë fish më i madh se sa ajo kënaqësia e adhurimit që e ka njeriu në këtë botë. Për këtë shkak, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, duke i komentuar këto fjalë të Allahu xhaleshanuhu thotë: "Fa hadha khabaru asdaqis sadiqin." Kjo është lajmërim, kjo është domethënë kumtim për atij i cili e flet të vërtetën, i cili është më i sinqerti prej të sinqertëve. Mukhbiruhu an ahlihi ayn al-yaqin, i cili na lajmëron për gjendjen e njerëzve që jetojnë me bindje të plotë, me bindje e cila bazohet në detyritë të plotë. ولا بد لكل من عمل عملا صالحا أن يحييه الله حياة طيبة. Padyshim, ai njeriu i cili beson dhe bën punë të mira ka me jetu jetë të lumtur në këtë botë, bihasbi imanihi wa ta'amalihi. Domethënë duke e pas parasysh dhe duke e krahasuar imanin e vet dhe punën që e bën, aq sa ka besuar dhe aq sa ka bërë punë të mira do të jeton jetë të lumtur në këtë botë. Për këtë shkak ne duhet ta dimë se sipas hisës së imanit dhe sipas hisës së punëve të mira që i kemi në këtë botë, e kemi edhe hisën e jetës së lumtur dhe të mirë në ahiret. Për këtë shkak thot